për të mbajtur peng vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Kjo më nuk është politik, kjo është tendencë për të mbajtur në blokadë e për të mbajtur peng vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi konsistent në qëndrimet tona. Ne besojmë që vendit i duhet sa më parë, jo vetëm kuvendi, por dhe qeveria e re, ka atë shumë punë të cilat presin për të bërë, ka atë shumë sfida, atë shumë kërkesa e nevoja të qytetarëve, të cilët na kanë votuar për të marrë ballafaquar e për të zgjidhur ato, dhe nuk ka asnjë arsyetim më tej që për shkak kryenësisë politike të Zotit Kurti e të vetëvendosjes, në insistimin e tyre për ta bërë kryetaret kuvendit Albolena Haxhiun pa i pas votat, për herë të parë në historinë e re të Kosovës pa shumicë parlamentare, kjo situatë nuk duhet vazhdojë më tej. Ne edhe një herë përsërisim qëndrimin tonë, i ka rreth 40 opcione Zoti Kurti, këtë çka duhet është që vërtet të tërhiqet nga propozimit që nuk e ka shumicën, siç e kemi thënë se se ka pas as më herët e as do ta ketë më vonë. Unë besoj që sa i përket gjykatës kushtetuese, Partia Demokratike e Kosovës ka treguar gjithmonë jo vetëm respekt, por edhe zbatueshmëri të atyre vendimeve, edhe kur na kanë pëlqyer dhe kur s'na kanë pëlqyer, sepse gjykata kushtetuese ka mbetur ndoshta organi vetëm që ka vërtet integritet edhe kredibilitet dhe që vepron për te i palëve. Por përkundër faktit që ne kemi mbështetur edhe Atlant nuk na ofron zgjidhje. E kam thonë po e përsëris, ne s'kemi krizë juridike kushtetuese, kjo është krizë politike dhe kriza politike kërkon zgjidhje politike. Qeveritë e tilla nënkuptojnë që duhet me qenë gjithë bashkë dhe lëvizja e vendosje me numrin më të madh deputetëve e ka refuzuar që në start, kështu që besoj që s'kemi çka diskutojmë tutje për këtë çështje. Unë e shoh vërtet të dhëmshëm faktin që ne si parti të ish opozitës nuk po e bëjmë shumicën parlamentare sepse këtë mundësi e kemi. Sikur të ishte pranuar propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës, qysh ditën e nesër me pas mbajtjes zgjedhjeve pra 4 muaj më parë, unë jam i sigurt se ne sot do të kishim qeveri, do të kishim institucione dhe do të ishim duke i shërbyer në mënyrë konkrete vendit dhe qytetarëve,